Një kafe me ish kryeparlamentarin Glauko Njufca e konfirmoi se e ka pirë kryetari i nismës socialdemokrate Fatmir Limaj, emri i të cilit po përmendet edhe si kandidat i mundshëm për kryetar të ri të Kuvendit të Kosovës. Po, kemi pi kafe me Glaukun para 2 ditë. Edhe mirë shumë. Kemi bisituar, kemi trajtuar. Shqeqene, zoti Konjufca ka ushtruar rolin e kryetarit Kuvendit. Drejtuesi i institucionesh edhe është mëse normale të bashkëbisedojmë për zhvillimet, për shqetësimet, për ato që sot është Kosova, do gjë më normale të bisedojmë, të trajtojmë temat se si më dal nga kjo situatë. Ai shtoi se kanë pasur një marrëveshje verbale dikur me vetëvendosjen, të cilën nisma është gati ta konkretizojë edhe me shkrim. Por njëri nga deputetët e vetëvendosjes, Armend Muja, i cili doli para gazetarëve pas dështimit të sotëm, insistoi në emrin e Albulena Haxhiut për kryeparlamentare. Në lidhje me këto dilemat e tyre për zonën Albulena Haxhiu, ka shumë deputet këtu të opozitës që nuk ishin fare dilema kur votuan për Zajednicën, për amnistimin e kriminalëve serb në veri, kur votuan për demarkacionin, kur votuan për gjykatën speciale. Duhet t'ju rikujtoj që Albulena Haxhiu nuk i ka votuar asnjërin prej tyre. Për afrim në mes të LVV-s e LDK-s, u tha se ju kërkua Anton Qunit përmes një ndërmjetësi, ku Quni tha se ju garantua posti i ministrit të mbrojtjes. Bashkëpartiakja e tij, Hykmeti Bajrami, pas dështimit të seancës, kritikoi faktin se Kuvendi është futur për të 23-ën herë në pauzë 48 orëshe. Punojmë 3 minuta dhe kemi pauzë 48 orë. Dhe kjo është përgjegjësi e partisë së parë. Kryetari i PDK-s, për emrin e Limajt për kryeparlamentar, tha se nuk do të spekulojë. Nesër zoti Kurti mundet me propozuar dikën prej partive tjera. Mbetet me e po, let vjen. E nga AAK thanë se nuk kanë qëndrim për emrin e Limajt për kryeparlamentar. Deri tani kemi propozuar 3 emra që mu i votojnë, e dini, është Saranda Bogojevci, Shqipe Selimi, edhe Glauko Njufca. Nëse sot do të kishim njërin nga këta 3 emra, pa asnjë kërkesë, pa asnjë kusht, ne do t'i votojshim. Edhe për këtë edhe erdhëm realisht në seancë, me shpresë mos rastisht pa ndryshim, se për këtë emrin e Limaj nuk kemë ndonjë qëndrim, pra s'ke marrë një qëndrim tjetër. Seanca konstituive vazhdon të shtunën në përpjekjen e 24-të për konstituimin e Kuvendit.